Konsumoni kos çdo ditë dhe do trajtoni këtë sëmundje mjaft të përhapur. Njerëzit që hanë kos çdo ditë kanë një rrezik më të ulët të zhvillimit të osteoporozës. Studiuesit të udhëhequr nga Shkolla e Mjekësisë së Trinity College Dublin i publikoi studimet duke treguar për të dhënat e 4.310 njerëzve mbi 60 vjeç dhe u zbulua se konsumimi i përditshëm i kosit lidhej me një rrezik 39% më të ulët të osteoporozës dhe një rrezik 31% më të ulët të osteopenisë tek gratë, si dhe një rrezik 52% më të ulët të osteoporozës tek burrat. Njerëzit që hanin më shumë kos kishin 3% deri në 4% densitet më të lartë të kockave sesa ata që hanin më pak. Kosi është një burim i mineraleve, vitaminave D dhe B, kalciumit, proteinave dhe probiotikëve, gjë që e bën atë shumë të dobishëm.